Territori shqiptar për datën 5 mars 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë rreshje shiu dhe vranësira në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje shiu në shumë zona të territorit, ndërsa në zonat lindore do të ketë intervale me vranësira të pakta. Pasditja vijon me mot të vranët dhe rreshje të her pas hershme shiu. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell kryesisht në zonat jugore dhe lindore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të lehtë deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:02, ndërsa perëndimi rreth orës 17:42. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 16 gradë Celsius. Korç, 4 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 16 gradë Celsius.